Do të flasim disa të vërteta që do të dhëmbin, do të prekin, do të lëndojnë, e di. Por më mirë t'i themi, haptas një herë për gjithmonë dhe t'i kuptojmë, se sa të shkojmë gjenerat mas gjenerate dhe të lëndojmë e të lëndohemi edhe mos të hapim gojen e mos të tregohemi të drejtë dhe të kuptojmë një herë për gjithmonë, hey, kjo nuk është në rregull, duhet të ndryshojmë diçka. Faleminderit që erdhën në këtë faqe. Është një faqe që ndan dituri, ndan mirësi, ndan dashuri dhe edukim pozitiv mbi të gjitha. Faleminderit që jeti këtu. Unë jam edukatore e fëmijëve, nëse nuk e din se cili është profesioni im. Jam shumë e lumtur që e kam zgjedhur këtë profesion në jetë, falenderoj Zotin sepse gjatë periudhës që unë punoj me fëmijë për mbi 12 vite tashmë, jam ekstremisht e lumtur, faleminderit Zot, sepse për gjatë kësaj kohe kam arritur që të mbledh eksperienca të ndryshme, të familjeve ndryshme, nacionalitete ndryshme, dhe një gjë kam kuptuar që s'ka rëndësi nga vjen, kush je, tek je, secili mund të bullizoj dhe të ndihet i bullizuar apo të bullizohet nëse ndodhin këto gjëra dhe këto gjëra do t'i kuptojmë tani. Bullizmi është një vepër e përsëritshme prej një personi në personin tjetër. Kur personi i parë, personi të dytë, për një kohë të gjatë në mënyrë të përsëritshme i thot diçka, i bën diçka në qëllim për ta dëmtu, ai quhet bullizëm. Ta sqaroj më qatë. Bullizmi e ka qëllimi për të dëmtu personin. Kjo është qëllimi kryesor, për ta dëmtu personin. Bëhet në mënyrë të përsëritshme dhe është pavarësi e fuqisë. Që të me thënë, njëri është i fuqishëm, tjetri është i dobët. Bullizmi ndodh në 4 forma. Në formë fizike, në formë psikologjike, në formë të sociale dhe online. Do të marrim shembuj tek secila. Në mënyrë fizike, personi i parë, bullizuesit i bën dhunë fizike me forma të ndryshme dhe me gjëra të ndryshme. Me rryp, me hithi, me shuplak, me boks, duke shty, me gur, me naj kabull, me çfarë do qoftë gjëje. Kjo është bullizëm fizik. Bullizmi psikologjik është duke, do me thënë, bullizuesin duke kërcënu, duke sha, duke injoru, duke agresu, duke e trajtu në mënyra më të ndryshme, për të tregu forcën e vetë që e ka. Forcë e rreme, gënjeshtër. Por, bullizuesi e ka këtë për të treguar forcën. Bullizmi social. Kur një person, do me thënë bullizuesin, e largon nga grupet, në çdo lloj komuniteti, shoqërie, përhap thashëtheme për atë person, shkon në mënyrë të vazhdueshme për një kohë të gjatë dhe flet çdo lloj të keq ndaj tij. Dhe online, kur bullizuesin e kërcënon me emailë, me komente, me mesazhe, këto janë bullizme, që janë, do me thonë, në 4 forma të ndryshme. Dhe bullizuesin e ka, do me thënë, në veti, si lloj viktime, e ka kap, e ka mbulu dhe nuk ka shans për të dalë bullizuesi nga ajo kurth, pa e kuptu se çfarë është duke i ndodhë. Vetëm ai që e ka përjetuar bullizmin e kupton fjalë që jam duke i shpjegu. Bullizuesin e ka marr, e ka kap, do me thënë, e ka marr si kurth, por i bullizuesi nuk e kupton çfarë po i ndodh, nuk e din çfarë është duke i ndodh, pa e kuptu realisht.
Tani ti je këtu si nën, si baba, si mësuese, si edukatore, pavarësisht je këtu për të dëgjuar këtë video dhe për të kuptuar realisht thelbin e bullizmit, për t'jarë ndihmë bullizuesit dhe të bullizuarit, që të dyve, sepse është një vërtet e hidhur, por që të dy janë viktimë, që të dy janë duke vuajtur. Këtu jemi duke folur për të bullizuarin. Një herë tjetër do të flasim edhe për bullizuesin, do të bëj një video komplet aty. Nuk e kupton i bullizuari çfarë po i ndodh, por ti si rritur je këtu për dëgju këtë fjalë për t'i ndihmuar ti. Dhe kur e kupton realisht çfarë është, atëherë ti mundesh të reagosh. Dhe bullizmi është një gest, një veprim që është në qëllim ta dëmtoj tjetrin. Shkakton trauma psikologjike të thella, shkakton trauma fizike të thella. Dhe këtë trauma sigurisht që pas një kohe munden që të pastrohen, sepse asgjë nuk jetë e përjetshme në këtë botë, gjithçka mund të përmirësohet, por nëse intervenojmë për tani t'i ndihmojmë viktimës, është e mundur që të shpëtojmë një jetë fëmije. Është e mundur që të shpëtojmë një jetë njeriu, sepse në këtë video sigurisht që flasim për fëmijët, po unë po flasim në përgjithësi, sepse edhe të rriturit përjetojnë bullizëm. Mundemi të dalim në ndihmë atij personi. Dhe stresi psikologjik i jashtëzakonshëm, ulje vetëvlerësimit të lartë, këto të gjithat mund t'i shkaktoj bullizmi. Si mund të kuptosh ti një fëmijë që është i bullizuar apo është duke u bullizuar? Nëse ti je duke e pa fëmijën që për një herë ka ndryshuar gjumi tek ai, nuk po e zë gjumin natën vonë, po i del gjumin mes të natës, nuk është duke flejt rahat. Dhe këto shenja, të lutem, duhet që ti vëzhgojmë për 14 ditë. Nëse vazhdon më larg, më gjatë se 14 ditë, atëherë ne duhet të alarmohemi dhe të intervenojmë. Nëse tek ushqimi ka ndryshime, nuk po ha fëmia siç duhet, nuk ka apetit siç duhet, këto janë shenja të bullizmit. Nëse fëmia po mbyllet, nuk dëshiron që të flasë, për një herë ka ndrru sjelljen e tij, nuk dëshiron që të flasë, don vetëm të rri vetëm. Kjo është shenjë e bullizmit. Nëse fëmia rrin i krusur dhe mundohet që të vesh bluza apo që të mblohet me batanie, kjo është shenjë e bullizmit, sepse është një shenjë e sigurisë në veti, e mbron veten. Dhe nëse ti sheh këto shenja, interveno. Si të intervenosh? Nëse ti je mësimdhënës, nëse ti je edukatore, të lutem, interveno drejtorin e shkollës, informo drejtorin, informo prindrit. Dhe ti mundohu që t'jesh më afër atij fëmije. Nëse ti je nën, nëse ti je baba, të lutem, afroj atë fëmijë dhe thuaj të dua. Tregoj atij fëmije që ti je aty për të, jepi dashuri, thuaj ti je i mençur, ti je i dashur, ti je i sigurt, ne të duam, je inteligjent, ti arrin gjithçka, sa i bukur je, jepi komplimente, përqafoje, puthe, duaje. Jepi siguri, tregoj që është i sigurt në familje. Dhe nëse e sheh që një fëmijë është i bullizuar, të lutem, mos shko dhe ta bllokosh fëmijën me njëherë, sepse ai nuk do të flasë, ai nuk do të hapet me ty, sepse edhe nga ti friksohet. Por ftoje që ta bësh një aktivitet me të, ftoje që të hash diçka me të, ftoje që të dalësh në park me të, ftoje që të bësh diçka të bukur me të, dhe pastaj fillo dhe pyetje si është në shkollë, si po ndihet, dhe fillo dhe bisedo. Dhe kështu do të kuptosh. Nëse fëmia është i bullizuar, të lutem, interveno dhe bëj terapi me atë fëmijë, ndihmoj atij fëmije sepse gjithçka është e mundur që të përmirësohet. Por nëse nuk intervenon në kohën e duhur, sa fëmijë ka që fatkeqësisht ja kanë humbur jetën vetës,
fatkeqësisht sa raste ka ndodhur që ata fëmijë kanë rënë humner dhe e kanë humbë vetën e vet. Kështu që bëhu ti një i rritur i përgjithshëm, ti ndihmosh atij fëmijë dhe ti dalësh krah atij fëmijë. Uroj me zemër që kjo video tjetë e qartë për ty çfarë është bullizmi dhe të kuptosh edhe më thellë se si të reagosh nëse është një fëmijë i bullizuar dhe cilat janë shenjat. Unë prap do të vi me këtë temë. Nëse është e mundur e nevojshme, unë prap do të vi me këtë temë dhe do të vi sigurisht, sepse është një temë shumë e rëndësishme. Do të flas edhe në një video tjetër për bullizuesin, sepse siç e theka më herët, që të dy janë viktimë. Një gjë shumë e rëndësishme, të lutem prindër dashur. Kuptoje, bullizmi ndodh në shkolla, bullizmi ndodh në komunitet, bullizmi ndodh online, por kemi harruar që të cekim dhe shumë e rëndësishme që të cekim që bullizmi fillon në familje. Bullizmi fillon në familje, jo në shkolla. Grupi i parë shoqëror i qenjës njerëzore në këtë planet të quajtur tokë është familja, jo shkolla. Të lutem, ki kujdesi që i flet fëmijëve tu. Në çfarë sjellje i flet fëmijët tu? Çfarë fjalë po i thu fëmijëve tu? Si po e transmeton atë gjë që ti dëshiron tek fëmijët e tu? Si po i thret ata? Si po i konsideron ata? Si po sillesh me ta? Luan rol shumë të rëndësishëm. Faleminderit që ke këto, faleminderit që i dëgjove deri në këtë moment fjalët. Nëse ti ke ndonjë pyetje, nëse ti ke diçka për të shtu, nëse ke ndonjë temë që të ka ardhur në mend, dëshiron që neve të flasim, eja në Instagram, online, Arta, më shkruaj, më kontakto, më komento, edhe këtu në këtë video, komento, sepse me komentin tënë mundesh t'i ndihmosh edhe dikujt tjetër. Faleminderit që ishe deri në këtë moment dhe shihemi në videon tjetër.